Altin Hajro. Ju e dini që i supervras si Hajro është i lirë për shkak të hetimit të Altin Troplinit, ku thuhet se pagohu 700.000 euro. Tani ai së fundi nga drejtësia është dënuar me dënim përjetshëm. Është personi që ka sharruar trupin e Young Prendes, por që jeton i lirë në shtëpinë e tij. Troplini e mori nga Elvis Doçi. Është i lirë Elvis Doçi. E keni në, sepse e njoftoi, e mbajti në xhep gjermet nga data 19 shkurt me 25 ose 26 e mbajti Irena me disa mbiemra, pastaj e mori ky nga data 26 prill deri me datën 21 maj. Dhe nuk ai krijoi të gjitha bazat dhe jeton në ilegalitet, gjoja në ilegalitet. Froku është Kreshnik Froku, nga Faruku, më falni, Faruku, po, nga Manza, se ky ka shumë bjemra, sa i nga thonë bjemra, i cili i pagohu një shumë disa milionsh për të ngatruar si vinë e ti me të vlajt. Dhe sfundi emeritus, ma emerituara Gjoka. Gjoka Irena i dhuron një mbiemër Altinit si shpërblim për mashtrim në turpshëm, që ky bëri dhe avokatinë turpshme që i bëri një delinkuente. Qytetarë dhe qytetare duhet ta dini se Altin Troplini një kriminele që falsifikonte dokumenta dhe viza dhe që u kap nga autoritetet greke me falsifikim. Një kriminele që u dënuar nga drejtësia greke, e mori për ta mbajtur në hetim dhe do them arsyet, e mori hetim pa emër, i hapi dosje pa emër. Dhe cila ishte çështja që i hapi për Irenën? Do thoni ju ishte për falsifikim? Jo. Do thoni ju për mashtrim? Jo. I hapi për pikrisht atë që do të ta nxirrte të larë për shpërdorim detyre. Që të quash falsifikimin shpërdorim detyre, do të thotë të jesh Altin me 5 mbiemra. Që të quash falsifikimin mashtrimin në formular për të cilët çdo në punojës si shteti është dënuar. Ta quash shpërdorim detyre, do të thotë të kesh moralin e Altin Troplinit, Altin Hajros, Altin Farukut dhe Altin Gjoks. Dhe i shkroj, dhe pas këtyre është kjo pra, armik i egër i votës së lirë dhe pluralizmit politik, mercenari Edi Rams, drejtësia vonon, por nuk harron. Tani, urdhoni, tani, po hidhnin valle Dumani me Irenën sot. Po festonin me një valle popullore të dy. Tani, do më falni, ka gjatë shumë interesante. Ju jeni dëshmitar se kam denoncuar para jush Altinin me 4 banesa. Me 4 banesa. Si e gjora e Edi Rams dhe Akshit me 4 prora, që banon me qera. Linda, jo Linda Surrelit, Linda e Akshit.
edhe ky në punësi shtetit me një rrogë dhe rrogën e zonjës arrin të bëhet me 4 banesa. Ju garantoj se kur me rrogë të shtetit nuk mund të blesh në 30 vite më shumë se një garsonjera apo të themi një dhomë i guzhin. Ja, kjo rrogë merrni shifni, bëni hesapet, kaq është. Por dëgjoni çfarë thot Altin Gjoka. Është e fortë shumë kjo. Deklaron se kemi filluar të banojmë në apartamentin e vetë e tyre prej tetorit të vitit 2004. Dëgjoni tani, majeni mend të, prej tetorit të vitit 2004, megjithëse zyra e shtypit dhe jo përcjell të gjithë të dokumenta. Dhe pastaj thot, po si e sigurova apartamentin tani? Hyri në apartament në tetor të 2004. Po çfarë pagove? Çfarë titulli kishe? Ku e more? A, bukur shumë. Kjo, vetëm të ky mund t'i gjesh. E mora me kontrat porosie për blerje apartamenti. Kontrat porosie do thot kur ti e porosit në ndërtim. Nuk është ndërtuar. Kur ti e parat në ndërtim. Me sipërfaqe 127 metër katror, po me çdat, thoni ju. Ka hy dhe njerë. Ka hy, thot banoj nga 2004. Porosin e ka Altin Gjoka me 18/8/2006. Pra, e kuptoni ju, në apartamentin që banon nga 2004, thot e porosita në 2006. A mund të ketë falsifikim më të paskrupullt? Jo, do t'i keni. Të gjitha zyra e shtypit do t'ja u kaloj, t'i shifni se çfarë mashtrimi është ky. Dhe në 2000 kontrat porosie për blerje apartamenti banimi 127 metër katror me datën 18/8/2006. Po kujtja ka porosit, thoni ju tani, dëgjoni pak mashtrimin e madh. Porosin e ka bërë tek Andon Pango, delinkuenti Andon Pango. Është xhaxhaj i bashortës së Troplinit, Altin Troplinit. Prisit tani. Kjo foto është marrë nga një video që do u dërgohet ju. Në foto është Anton Pango në apartamentin e të cilit është fut në 2004 dhe ka porosit në 2006, dhe është bodyguardi i Altin Troplinit me mbiemër Njemza apo Njomza, njëra nga këta dy do më thonë se nuk e kam qartë. Po pse ka shkuar mbrojtësi gardisti i Troplinit të Andon Pango? Si do shihni videon, banditi i Altin Troplinit është përdor për të terrorizuar një çift të moshuarish, të cilëve Anton Pango ja u kishte shitur 2 herë apartamentin. Pra, kishin paguar apartamentin ata dhe Pango e kishte shitur të një tjetër apartamentin dhe tani Troplini i ligjit i dërgonte banditin për të terrorizuar 2 të moshuar që të mos i binin në qafë mashtrueskit. Ja, ky është Altin. Urdhë? Do ta dërgoj. Anila, truproja, kjo truproj ka mbiemrin Njemza,
pastaj viti e ka, do o dërgoj videon, nuk e mora se s'kish po, për komoditet, po do të gjithë dhe videon. Prit tani, prisës është më tutje. Pra, bodyguardi, që qeveria e pagur për mbrojtjen fizike të personit të dhanë, përdoret për terror në i qytetarëve, për të nxjerrë nga apartamenti dy të moshuar që kishin paguar apartamentin, por që xhaxhai i zonjës Dumani e kishte shitur dhe njërë tjetër. Për këte mashtrim, prisi tani, për këte mashtrim të Anton Pangos, gjykata e dënon me 6 vite burg. E dënon me 6 vite burg. Anton Pango ndodhet në Shtetet Bashkuara, ku me sa duket lanë parat Dumanit, sepse si që keni pa ju e kanë treguar në video, aja është duke hedhur valle bashkë me dhëndrin e tij në një klub në New York. Shëndot tjetër, Anton Pangos, Altin Pango, Altin Dumani, Troplini me radhë, janë banë prej 5 vitesh, nuk dërgon vendim në gjykatës në apel, në mënyrë që çështja të parashkruhet. E kuptoni? Pra nuk e dërgon, është diku në këto gjykatat e faktit, prej 5 vitesh është dënuar me 6 vite burg, është dhe gjykatësi që ka dënuar, dhe konkretisht me datën 5 i pari 2021, tamam 5 vite, por me qenë se ka dhëndër Altinin, vendimi ti nuk shkon në apel. Duhet të vdes në sirtarët e gjykatës faktit. Ky është vetëm kapitulli i parë, kapitulli tjetër i Altin Troplinit e keni radhën që vjen, por duhet t'u informoj se nesër zhvillohet i gjyq në gjykatën speciale, në të cilën Irena Gjoka është e paditur për falsifikim, është e paditur për mashtrim, është e paditur për të gjitha veprat penale që ka kryer dhe nga të cilat e egzaneroi në mënyrë të padej, në mënyrë antiligjore Altin Troplini. Pas kësaj do vazhdoj një padi tjetër e Altin Troplinit, i cili ndryshon veprat penale sipas xhepit dhe qefit dhe quhen falsifikimin shpërdorim detyre. Falsifikimi është falsifikim në çdo legjislacion të botës dhe ka ndërshkim në vetë. Jo, pretenduar jo, janë shumë dokumenta shqipe. Vendim gjyqësor, datë ka, që janë të gjitha si që janë. Po janë të marra nga dokumenta zyrtare. A do të depozitoni në SPAK, do të koni një final? Marrë parasysh faktin, marrë parasysh faktin që Dumani po i bëni një vetim publik në kohë që ai e ka kaluar procesin e detyrimit. Detyra ime si politikan është të bëj denoncimin publik, të mbroj interesin publik. Natyrisht, është dërguar dhe do dërgohet në SPAK, por shpresa që në këtë institucion të bëhet drejtësi ndaj njëri tjetrit janë afër zero. Nuk ka institucion tjetër në botë tjetë në këtë shkallë absolute konflikti interesi. Ju e dini që ligji parashikon, ligji përcakton që për
prokuror e Spakut duhet të gjykoj Prokuria e Tiranës. Por këta, nëpërmjet një seri interpretimesh absolutisht në konflikt interesi, kanë marrë përsipër të gjykojnë vetë. Kështu që bëhet një veprim don kishotesk, megjithatë, unë ju them se për atë do paraqiten, siç u paraqiten për Irena Gjokën, edhe për Troplinin do paraqiten pa ditë përkatëse. A thashun Troplini dhe Dumani janë në njëjta gjëra, ndjekeq e vend dyshim të punë. E ka marrë vesh gjithë Shqipëria që ky është avokati i Troplinit dhe mbaj dhe quhet Altin Troplini. Tjetër pyetje? Tani, për sot. Urdo? S'keme më për sot. Mirë atër, sot atër. Me qëse dojtë tjetër pyetje. Jo, thash po. Ke thonë që do përballesh me Edi Ramon pas disa ditëve, po në 30 prill është përballja e parë. Spaku kërkoi dhe gjykata pranoi ta ulan ballën. Do nisni me atë përballjen pastaj me Ramon? Apo do merrni direkt me Ramon? Tani, ta ulan balla është autori i shpifjes i trillimit si pas të cilit Sali Berisha i ka dhënë tokë të shpronësuar nga autoritetet pushtuese italiane gjatë luftës dytë botërore, të shpronësuar dhëndrit të tij, fletore zyrtare të vitit 1941-42 dhe kadastre vitit 37, faktoj 1, toka ka qenë e familjes Begeja dhe familjeve të tjera aty. 2, faktoj se ajo tokë nuk është shpronësuar kur, është rekuizuar njerë 6 muaj dhe herën e dytë 6 muaj, por kanë ikur italian të herën e dytë, dhe pas lufte u është konfiskuar nga komunistët dhe janë pushkatuar 2 antarë të asaj familjes. Pra, shpifja e pa skrupull e Tauland Ballës është ndër më të ultat dhe ajo po ndiqet në të gjitha format. Po ndiqet. Kurse, Ju personalisht do të përballeni në 30 prill? Kurse, unë kam avokatët të cilët në qoftë se gjykatësi ose avokati kërkon që unë t'jem aty, do t'jem pa diskutim. Unë zbatoj urdhrat e autoritetet kompetente. Kurse, Edi Rama, se cilat ishin akuzat që u bën ndaj meje? Akuzat që u bën ishin 2. Unë sipas mashtruesve Dumani, Kraja dhe Fetau, Enkelejda Fetau, ka pas dikur Milonaj, po është Fetau në fakt. Enkelejda Fetau, unë kam bërë sipas tyre ligje dhe vendime për të favorizuar dhëndrin tim. Mashtrues të turpshëm dhe ordiner nuk kanë guxuar të paraqesin një ligj të vetëm, një vendim të vetëm. Dhe njerë një vendim që paraqiten mashtruar. Thanë që anulloj vendimin pas 7 muajsh në një kohë kur vendimi edhe sot është në fuqi. Edhe sot është në fuqi. Nuk u anullue. Pra, akuzuar kjo kolon ra, nuk kishte asnjë vendim. Nuk dërgojnë dot sepse për të shpallur në konflikt interesi, do të vlerësoj sipas ligjeve gjykata kushtetuese. Nuk kanë dërguar dot asnjë vendim, asnjë ligj si konflikti i interesit të Sali Berishës. Po kanë marrë një vendim që përballin me Edi Ramon. Prit një minutë. E dyta, akuza e dytë. Se unë kam ndryshuar destinacionin e terrenit nga klub sportiv në zonë urbanistike. Mashtrim i turpshëm i pa skrupull. Edi Rama dhe varësit e tij kanë në dokumenta të paktën 40 firma
me të cilën ata ndryshojnë destinacionin e terenit nga 40 firma, sepse janë dhe firmat e asaj këshillit teknik. Janë 12 firma nga këshillit teknik. Të me cilë ata kërkojnë ndryshimin e destinacionit nga klub sportiv në zonë urbane. Edi Rama, ndryshimin e destinacionit të njërës pjesë të ati tereni e ka filluar në vitin 2004, imagjinoni ju tani, e ka përfunduar në vitin 2006 pa asnjë kërkesë nga pronarët. Pa asnjë kërkesë. E ka bërë vetë sepse kishte vendosur me Olsi Ramën dhe një tjetër të ndërtonin një small parajse. Olsi në 2006 Olsi ishte në trafiqe gjithë jetën. Në trafiqe gjithë jetën. Do të përballeni me zotin Rama? Për tani një minutë, se qytetar do t'i dinë gjëra. Pra, Olsi Ramën donte të ndërtonte qytetin e ty e vetë tek ajo pjesë. Pa kërkesën e pronarëve. Imagjinoni dhe këta prokuror mercenar të Edi Ramës akuzojnë Berishën se ka ndryshuar destinacionin. E kupto? Tani e dyta. Për cilën Edi Rama është de facto i denuar. Edi Rama, pasi ka rënë gjitha lejet, pasi ka filluar ndërtimi nga viti 2010, s'majnë në tarikur, ka marrë vesh se njëri nga pronarë është Jamar për Maltezi dhe ka nisë policinë e vetë për ta bllokuar në grop dhe ka bllokuar gropën. Pronarët, ndërtuesit, kanë shkuar në gjykatë. Vendimi ishte i marrë, nuk mund të anullohej. Dhe kanë vendosur heqjen e bllokimit. Edhe me kaq Edi Rama nuk e ka zbatuar. Ka vazhduar ta bllokojë. Atëherë, me vendim të prerë të gjykatës së apelit, Edi Rama është gjobitur 320.000 euro. 320.000. Dhe i ka pagur 320.000 euro. Dhe para 3 vitesh gjykata e apelit ka konstatuar se Edi Rama ka kryer vepër penale. Por ka deklaruar se është parashkruar kjo. I ka kaluar afati i dënimit. Pra është delinkuent. Tani, a do ballafaqohet ai me mua, nuk ka ku shkoj. Sepse paraqitja në gjykat si dëshmitar është absolutisht i detyrueshëm dhe shif kodin çfarë thot. Natyrisht, ai do përpiqet dhe ka filluar që tani ka krijuar një këshill aty ka krijuar një këshill mashtruesish në kryeministri se si ta ka përcjell këtë, por nuk e ka përcjell dot dhe ajo do jetë përballja e shekullit. Aty do t'u tregoj shqiptarëve. Do jetë kilometri fundit? Aty do t'u tregoj shqiptarëve unë të gjithë korrupsionin e Edi Ramës dhe çfarë qenje të ligë përfaqëson ky njeri. Prandaj them, bëju burr edhe hajde në sallë gjyqit. Përndryshe, nëse nuk ta mban, urdhër të zgjidh një studio televizive, jam gati në debat dhe atëherë të konsideroj tërheqjen e kërkesës për dëshmitar në përndryshe absolutisht jo, do vi dëshmitar në sallën e gjyqit. Do vi si një delinkuent, vjen si delinkuent, vjen si i dënuar, faktikisht parashkrimi është parashkrim, po vepra penale, thot aty ka kryer vepra penale, thot gjykatësi. Po kartela e Dele Pastër. Urdhë? Kartela e Dele Pastër, kartela e pastër në qoftë se thot ke kryer vepër penale, nuk të del kurrë, ke përfituar nga skadimi i ligjit, po jo
Berisha, sot është masa sigurisë e protestuesve të Radhës të arrestuar për protestën e opozitës. Kurdo? Sot mbahet masa për të arrestuarit e Radhës. A do ndryshoj Partia Demokratike strategji apo do të vazhdojnë me të njëjtën strategji? Kriminalët me uniform përdoren në protestën e fundit mjetet më të ndaluara dhe antiligjore ndaj protestuesve guximtar, heroj të vërtet të nërgjegjes, mbrojtës të pamposhtur të nërgjegjes shoqërore të shqiptarëve të guximit qytetar. Janë absolutisht që të gjithë pa asnjë provë, pa asnjë fakt, pa asnjë dokument. Përkundrazi, ne do t'i padisim që të gjithë ata, sepse kanë përdorë, si të pat vetë, verbuesin e Ariu, dhe tani del se akoma më keq se verbuesi i Ariu, sepse verbuesi i Ariu, që ta dini ju, ka të njëjtën lëndë me atë që përdoret nga njerëzve në koncentrim të 10-11 fisht. E njëjta lëndë është koksikain, por për qëllimi i saj është 10 herë më i lartë për Ariu. Dhe e përdorur tek njerëzit mund të shkaktoj bllokim total të frymarrjes, bllokim total të zemrës. Dhe këta ja u kapën bombla, se nxorën bombull tjetër. Por tani me atë që duket në dorën e policit, del se bombula përveç lëndës që përdoret në këtë rast, ka patur okside metalesh shumë të rrezikshme. Do vazhdoni një lloj me protestë? Do vazhdojmë dhe më shumë. Protestat do jenë dhe më të fuqishme. Protestat Berlin, Lubib, Edi Rama, Dosja, Rama, Balluku nuk mbyllet kur. Nuk mbyllet. Le të shkojnë në tokë, në qiell, kudo që shkojnë, Dosja është e hapur, ajo është një grop për Edi Ramën dhe Lubib Ballukun. Ndaj dhe kjo është, kështu që gjykata shpresoj të marrë vendimin e duhur dhe ne do të depozitojmë padi penale për serialin, për Skënder Ballukun, një kriminal i damkosur, për Sokol Bespreri, oficeri më i pa bes, i pa denjë, jo profesor, po që meriton 30 vite burg për tradhti që i ka bërë Gjergj Mehmetit, dhe 2 bandit të tjerë të tyre që kryesuan operacionin kundër opozicës dhe protestës saj paqësore. Faleminderit.